Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi paralajmërimin e madh që ka dhënë ambasada amerikane në Tiranë sa i përket rrezikut për sulme të mundshme iraniane në Shqipëri, konkretisht të lidhura me subjekte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë. Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami. Zoti Islami, çfarë do të thotë sipas jush ky paralajmërim i ambasadës amerikane në Tiranë se në Shqipëri mund të ketë sulme të mundshme iraniane? Do ta them si që kam parë unë. Mungesë e tekstuar serioziteti. Ta iranianët që janë aty, si kemi sjellë ne, thellën vetë, nuk i kërkuam. Ashtu si që pruri, si që solli dhe instaloj aty, ashtu dhe ti marë, e ti qoj ku të doj. Ti marë dhe ti qoj ku të doj Amerika. Ne jemi si kungulli që se në zënë brima, marëm dhe, si miun që se në zënë brima, marëm dhe kungulli nga mrapa. Qenë këto me këtë alët Amerika kështu? Apo i bën vetë ambasadan vetë, se s'po kuptojnë tani. Ata këtu i ka sjell Amerika zotëri. Amerika të dalë për zotë, të qoj ku të ketë qi. Na njoftojnë tani kini kujdes sot se mund të sulmoj Irani, po sulmoj Irani në çna ka një dy raketa janë. Po vëti dy raketa në Shqipëri, një durrës një Tiranë, Shqipëria mbaroi se këtu ka popullsi. Në vende tjera s'ka Shqipëria shkret. Pra kanë boshatisur. Por si u boshatis dhe pse u boshatis, aty do vinë tani ku flë lepuri. Dhe lepuri flë te kryeministri i Shqipërisë. Po pa shkuar deri te kjo pikë, ju si mendoni, çfarë do të thotë vetë mesazhi i ambasadës amerikane ku në këtë rast u adresohet qytetarëve amerikanë që jetojnë në Shqipëri dhe jo gjithë popullsisë, pra gjithë popullsisë shqiptare? Ajo pra ta është aty të brata, nuk i plasin për shqiptarët. Kjo është fare pa turpsi, pa cipsi. Turp të kenë. Po a them atyre të ambasadës amerikane, të kenë turp. Kjo do me thënë që na kanë shitur, duan të shpëtojnë njërës të tyre edhe për neve që bën tëmën. Turp të kini të gjutë ambasadës amerikane, po dhe të shtetit amerikan, dhe të departamentit shtetit, cili doj që t'jeni. Turp të kini, me këtë talini, me neve talini. Në këtë rast, a duhet marrë shumë seriozisht ky paralajmërim, sepse deri tani nuk kemi asnjë lloj reagimi nga ana e qeverisë shqiptare dhe deri më tani nuk është mbledhur as Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Sepse qeveria shqiptare është në dispozicion dhe në funksion të Izraelit, sepse edhe këshilltari kryesor që ka kryeministri shqiptar është hebre, është qifut. E ka marrë, ka që kur mori pushtetin atë ka marrë në këshilltar kryesor dhe praktikisht në fakt është ai kryeministri i Shqipërisë, është qifuti që ka Edi Rama këshilltar në kryeministri. Dhe pse vërtetohet kjo? Vërtetohet nga disa veprime të qeverisë shqiptare. E pare punës falsifikon kadastrat dhe vjet pronat e shqiptarëve duke i quajtur pronë shtet dhe u jep njerëzve të tij, besnikëve të tij. E dyta, u bë një politik e stërkolluar, e mirë studiuar, që të ikin shqiptarët nga Shqipëria, të boshatisjet vendi dhe këtu të vinë qifutët. Ky është plani. Shqiptarët duhet i hapën syt. Plani është të ikin shqiptarët nga Shqipëria dhe Shqipëria të mbushet me hebrej. Dhe do vinë hebrejt këtu. Zoti Islami, ku e bazoni një pretendim të tillë dhe a ka evidenca për këtë gjë? Evidencat janë në kryeministrisë, janë tek unë. Evidencat janë që merë bëni, shikoni regjistrimin e popullsisë, shikoni qytetet sa popullsi kanë, shikoni qindra fshatra që kanë mbetur bosh, shikoni, ndërsa përsa e përket asaj që them që ndryshojnë hartat kadastrale në funksion të vjedhjes së pronave, këtë u argumentoj se kanë prova. Kush ka pretendimet vetëm thot veti ku në zyrë, se e japun provat. Po, këtë e keni vërtetuar, po sa i përket pretendimit tuaj të mëparshëm, pra që po boshatiset Shqipëria pikërisht për një qëllim të tillë. Dëgjoj, mos prisni që krimet dhe spionazhi të dalë në dritë të diellit. Ne shikojmë rezultatin.
Dhe rezultati ishte Shqipëria është boshatisur. Këtë nuk ka të mathet vogël që nuk e thot. Ju shikoni mediat, i ndiqni lajmet, i ndiqni reportazhet, i ndiqni tëra. Shqipëria është boshatisur, zotëri. Është boshatisur, s'ka njeri fare. Janë mbushur shërbimet sociale me filipinezë dhe me indiane, me tregje, me bish, se nuk marrin qytetarë shqiptarë. Vetet tek punëdhënësi shqiptar dhe i kërkon punë dhe të thot mua më libertisë më mirë të marrë atë filipinezë dhe thot se sa ty thot. Pra kjo është politika kombëtarizuese dhe anti-shqiptare. Kjo është. Më anti-shqiptare se ka s'ka ku shkon më. Dhe i gjitha është pjell e mendjes së hebreut që ka Edi Rama këshilltar në kryeministri. Dhe të thot jo po deshi, dilti palosh i kryeministri, se dhe thuaj mua, se unë të spidoj të them hapur, më merën të bëjmë intervistë bashkë, zoti kryeministër. Se ti vërtetoj unë ato që them. Zoti Islami, për të mbetur sërish te pjesa e sigurisë kombëtare, në këtë rast pse nuk është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare të paktën edhe formalisht për ta trajtuar një alarm të tillë që ka dhënë ambasada amerikane? Sepse nuk ekziston fare, s'ka Këshill të Sigurisë Kombëtare. Këtë mbledhi, cili është? Jo, në kuvend është si komision ai. Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Po mirë, në kuvend e dini kush ka vatur? Dakor, do vej Zengineja në Sigurinë Kombëtare, ma them unë juve, do vej ai Tërmet Peçi, Tërmeti i asaj, fitores publicitare. Qa kërkoni? Siguria Kombëtare do burra shteti, do burra të pjekur, do burra adhetar, do burra që të udhim se të ky vend të kenë sakrifikuar për të vend dhe të mendojnë për të. Kuvendi është mbushur me rrugacër dhe me rrugace, po e them prap, me njerëz të parë, me njerëz që i thonë këmbës dorë, me njerëz që dinë vetëm të ngrënë kartonit dhe asnjë gjë tjetër, dhe në kuvend nuk ka asnjë burr të pjekur, asnjë politikan të pjekur. Prandaj nuk ka kush të mblidhe, se çdo mblidhe çfarë do bëj? Kush? Më thoni kush janë ata burra ose gra jo tani po. Kush janë ata burra që do dalin dhe do t'i dalin zotë Shqipërisë? Asnjë. Asnjë. Po, a mendoni se mund ta thërras presidenti Bajram Begaj mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare? Të vej të bëjnë një gjilpër në të sëmuri, pra të është ai, nuk është për Sigurinë Kombëtare. Ai të vej të vizitoj të sëmuri, të ushtroj profesionin e tij që ka të ligjshëm dhe për cilin ka studiuar. Për Sigurinë Kombëtare s'ka haber fare, ai se di kusht, ai se di fare që është president. Nuk e di. Derisa deli dhe pret dhe shoqëron Edi Ramën ai shkallëve. Qa president është ai? Ai e ka çuar autoritetin dhe personalitetin e presidentit e ka çuar te këmbët e Edi Ramës. Më vjen keq. Në këtë rast, sa rrezikohet seriozisht Shqipëria nga Irani? 100%. 100%. Inshallah nuk na ngasmojnë vetë, nuk na qellojnë vetë iranianët, se e dinë që janë shqiptarët, se kanë një shtetyre aty. E shikojnë situatën ekonomike, politiko-shoqërore në Shqipëri dhe thonë këtë qellojmë, të vrasim i të vdekur, për këtë nuk na qellojnë. Se kanë problem fare, ata qellojnë neve dhe ta zhduki Tiranën, me 2 raketa e zhduk Tiranën ai. Ka që Tirana, një kokosh plaçka. Në këtë rast, ekspertët thonë që në momentin që një raket mund të hyjë në hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s, ajo goditet dhe azjesohet që në momentin e parë. Por në këtë rast, a na mbron vërtet NATO apo na mbron vetëm Edi Rama? Ne jemi tërësisht të pambrojtur, zotëri. NATO nuk i përgjigjet më politikës amerikane. Presidenti amerikan thotë do dal nga NATO-a. Atëherë ne kush do na mbrojë? Më thoni, a Greqia është armatosur deri në dhënë dhe në ndërset e fregata ka marrë moderne. Kjo Serbia përtit merr armatime të re dhe raketa moderne nga Kina dhe nga Franca. Ne e kuptoj që jemi neve vetëm se nuk u ka vajtur, nuk u do qefi atyre që të vinë të na qërojnë. Zoti Islami, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dalin nga Aleanca Atlantiku të Veriut, pra nga NATO,
Dhe nëse vendet europiane fillojnë të përçahen mes tyre sa i përket veprimeve ushtarake që duhet ndërmarrin në rast sulmi të një antari dhe pra nëse NATO shkon drejt shpërbërjes, sa rrezikon Shqipëria në këtë rast kundrejt fqinjve të cilët po armatosen, siç thatë edhe ju, qoftë Greqia apo qoftë edhe Serbia, që në këtë rast mund godasin shqiptarët në rajonin e Ballkanit? Ne jemi zbuluar në të tëra drejtimet. Na kanë qarmatosur kujslingët shqiptar, tradhtar të kombit shqiptar që janë futur në të ashtu quajturin parlament shqiptar. Që në fakt për mua është më falni, po do ta them parlament, jo parlament. Pse e them këtë? E them sepse Shqipërinë, kjo klasë politike e degeneruar, e korruptuar, e pëlliqur, që po e drejton Shqipërinë këto 35 vjet, qarmatosi popullin shqiptar. Ja hoqi artillerin, ja hoqi tanket, ja hoqi avionët, ja hoqi 4 silurusë që një kryevepër në det, të tëra i zdukën, dhe na kanë lënë në mëshirë të është zbatuar 100% politika e Çubrilovicit nëpërmjet Sali Berishës dhe Tiranës, që Shqipëria të qarmatoset dhe ata pasaj ta marrin lloku ngoj. Është thënë është thënë deklaruar në mënyrë të përsëritur që shqiptarët dhe Shqipërinë e mbron Amerika. Është thënë që do bëhet dhe bashkimi i trojeve shqiptare, është thënë që do t'i bashkohet dhe çamëria e Shqipërisë e tjera. Tani kush i beson dhe t'i besoj, po unë deri tani nuk shoh asnjë lëvizje në këtë drejtim. Pra jam këtu që them nuk kam shpresë dhe nuk kam besim tek asnjë gjë nga këto. Ne jemi zbuluar, jemi në dorë të Beogradit, jemi në dorë të Athinës, jemi në dorë të tyre, pik. Duke mbetur pikërisht te ky argument, sa gjasa ka që në një moment caktuar Serbia mund të sulmojë Kosovën, duke qenë se po armatoset me raketa nga Kina dhe Rusia, dhe nga ana tjetër Greqia a mund të hyjë në jug sa i përket kundrejt Shqipërisë? Pra, nëse ne gjendemi të vetëm pa NATO-n? Sa të gjej momentin oportun me njëherë. Greqia zotëri ka gati 20.000 trupa në Kallpak, Oceaninës. Ka një divizion shumë të madh, të armatosur deri në dhëm, me avion, me artilleri, me tanke i ka të tëra. Kështu që në momentin e caktuar që ata atyre do të jepet mundësia të ta bëjë. Zoti Islami të lutem, a nuk e dini ju që ne jemi në lufte me Shqipërinë, sepse po bëjmë lojë me Greqinë. Me Greqinë, a jemi në lufte? Po, nuk e ka hequr ende ligjin e luftës. Ligjërisht ai është në rregull, po të sulmoj. Është në rregull me ligjin, zotëri. Jam në gjendje lufte me këtë shtet, thot. Kaq. Kjo i lejon të tëra. Ta thonë jo se i kemi miq, mbajni miq, po do t'i shihni miq kur të vinë që të komandojnë, se kështu në ekonomi kanë hyrë ata, e kanë ata ekonominë, po do hyjnë dhe ushtarakisht të zaptojnë të vende ushtarët e tyre, ata policët e tyre, korrobllakët e tyre, edhe kaq e thjeshtë. Për ata e thjeshtë, këtu s'ka kush u kundërshtoi më. Kush do dalë të thotë çfarë po bëni? Kush do dalë përpara një, dhe me se do të dalën përpara me Skopje? Zoti Islamit, kalojmë pak në lindjen e mesme ku herë ngrihen tensionet diplomatike mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe herë ka sulme dhe herë përflitet për marrëveshje të mundshme. Në një deklaratë fundit, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se do ta çojë Iranin në epokën e gurit duke kërcënuar hapur. Çfarë do të thotë sipas jush kjo deklaratë e tij? Deklarat si e Don Kishote që luftonte me mullin gjerës. Po ta them unë. Iranit ai nuk ka që bën. Pare. Sepse nuk son do trupat atje. Me pa vajtur trupat atje ushtarake amerikane, pa vajtur ushtare, pa shkelur këmbë me ushtarit, ai në Iran nuk bëndot asnjë gjë. Pare, hiç. Dhe dalën të më thotë më kush të doj, po nuk shkeli këmbë me ushtarit një vend nuk pushtohet. Tani, sepse vetë në Iran
Këtë e di ai e din Trumpi me Netanyahu. Ata të dy din këto punë dhe gatuajnë këtë burek. Ata të dy po çojnë luftën atë botën në luftë botërore. Askush tjetër. Ata të dy. Irani nuk ngacmoi as Amerikën, as njeri tjetër. Irani ishte në punë tjetër. Ndërkohë Irani është kundërpërgjigjur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe konkretisht presidenti amerikan Donald Trump duke thënë se do të ndërmarrë sulme dërmuese kundrejt bazave të tjera amerikane apo edhe kundrejt vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast apo bën Irani atë lojë diplomatike nga një anë, por nga ana tjetër a ka kapur në befasi si vetë Izraelin, po ashtu edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspektin ushtarak? Deri tani ka 31 muaj e 2-3 ditë sa u bën që Amerika po lufton me Vietnamin dhe s'ka arritur asnjë gjë. Thjesht ka shkatruar vendet me Iranin. Ka shkatruar në pesa qytete, ka bërë dëme të mëdha në terrene tjera, po forcat ushtarake janë të paprekura. Forcat ushtarake e Irani i kanë gatishmëri plot. Irani ka raketa që i dërgon dhe në Amerikë, sepse i ka marrë nga Korea e Veriut, ja ka dhënë Kim Jong-uni. Pra, po vazhdoj kështu, se ka dhe një rrezik tjetër që amerikanët se kanë zënë në gojë deri tani. Do fillojnë muslimanët të luftën do fillojnë xhihadin islamik. Dhe xhihadit nuk ka birë nëne që i del përballë, sepse është një luftë civile që të ha në terren. Bajni mend, nëse Amerika nuk të riqet sa më parë të heq dorë nga mbrojtja e Izraelit, Amerika Donald Trump po shkatron Amerikën. Shpresoj dhe e kam thënë herë tjera, shpresoj shumë tek ndërhyrja e Senatit dhe deri tani nuk ka evidenca për gjë të tillë. Shpresoj tek pjekuria dhe tek ndërhyrja e Senatit dhe Kongresit Amerikan për të zgjidhur këtë problem. Ndërsa për atë qyteti nuk ka asgjë për çfarë kishte fjalën për xhihadin? Po, nuk ka evidenca deri më tani. Se nga kush i pret evidencat, mos do dalin ata të bëjnë listë emërore, do vënë kaqe, do dalin kaqe, jo. Jo. Zoti Islami, nga ana tjetër, Donald Trump ka deklaruar se ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës është më e fuqishme në botë dhe mund ta godas Iranin atje ku nuk e pret, madje mund ta godas edhe në vendet me thellësinë më të madhe ku mbajnë armatimet e tyre më të fuqishme. Në këtë rast, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë ato kapacitete për të goditur deri në nën tokën e Iranit, aty ku mbahen edhe armatimet e tyre të fuqishme? Kjo është propagandë e pastër. Është thellësisht propagandë. Po ta kishin bërë, po ti kishte këto që thonë juve, do t'i kishte bërë. Dhe nuk ka çpret. Sepse ai Irani po e rrafshon Izraelin ditë për ditë. Ditë për ditë po het bomba në qytetet izraelite. Ditë për ditë po vriten njerëz. Kështu që ajo është thjesht propagandë, në kohë lufte kuptohet që gënjeshtrat janë të paevitueshme. Të dy palët gënjejnë. Qoftë Irani për humbje që ka mësuar nuk thotë të vërtetën, qoftë dhe Izraeli nuk thotë të vërtetën, qoftë dhe Amerikanë nuk thotë të vërtetën. Por janë vrarë ushtarë Amerikanë. Të paktën deri dje që pasur në lajme, ishin vrarë 13 ushtarë Amerikanë. Pse u vrarë ata ushtarë Amerikanë? Për interes të kujt? Se në Amerikë s'ka shkelur njeri. Shteti Amerikan është në qetësi dhe populli Amerikan është në punë. Atëre për kë u vranë? U vranë për Netanyahu. Po u vranë për Netanyahu, në hallall e pacin. Në këtë rast, nëse nuk ka sukses fushata ushtarake që kanë ndërmarrë deri tani dhe ndërhyn me trupat toksore, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mund ta pushtojnë ushtarakisht Iranin në terren? Absolutisht jo. Nuk munden. Nuk ndodh. Pse? Është 1.600.000 kilometra katror që përfaqen zotëri. Këto pushtosh. Ku do t'i gjesh kaq mira trupa që ta pushtosh? Se Irani aktualisht ka 1 milion ushtar gatishmëri në gjendje lufte në çdo moment. I ka gati.
Tani, për të asgjësuar këta 1 milion ushtarë, duhet të dërgosh 3 milion ti. Pak të tjetë 1 me 3, se gjithnjë ai që është mbrojtje ka avantazhin që është në bazë, është me këmbë në tokë dhe është më i fuqishëm se ti. Ty të duhen 3 me 1 për ta asgjësuar. Nuk bëhet ajo zotëri. Thashë një tjetër kam thënë dhe të tjerë dhe në emisione të tjera. Nuk mund të bëhet. Pushtimi i Iranit nuk bëhet, jo. Nuk bëhet. Nuk e bëjnë dot. Humbjet të mëdha do t'i bëjnë, do t'i shkaktojnë. Aq shumë do t'i shkaktojnë sa ata e dinë vetë. Por ato humbje diku do paguhen. Dhe do shpaguhen. Dhe ata që t'i paguajnë janë qytetarët e Izraelit, që s'kan asnjë faj qytetarët e tjerë, sepse ata po i drejton një aveturier, një kriminal që është gati për në gjyq dhe nuk po hapi luftën që t'i shpëtoj gjykatës. Dhe rezultati do jetë një 0 me gjufka. Irani prapë merr veten, për 10 vjet e merr veten sikur s'ka ndodhur asnjë. Nga ana tjetër, a ka gjasa që NATO të përfshihet në këtë luftë, qoftë me insistimin e presidentit amerikan Donald Trump? Jo. Apo Jo. Të lutem. NATO e ka deklaruar në mënyrë të përsëritur. Spanja jo, Franca jo, Anglia me tundet si ato qengi. Pra nuk e ka NATO me veten. Dhe bollë trajton këtë çështje kemi çështje të brendshme për të thënë. Në këtë rast, ju si e shikoni, kush ka dalë fitues deri më tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli apo Irani nga ana tjetër? S'ka fituar njeri, as ka humbur njeri. Aty janë, barabart janë. Çka ka humbur Irani, çka ka humbur? Kanë vrarë 4.000 qytetarë, 5.000 qytetarë pafajshëm. Ato bëjnë që fu të gjithë jetën brazët pafajshmin. Ato bëjnë. Ndërsa humbjet e Amerikës nuk kemi si t'i dim se nuk i thonë. Nuk i thonë. Por u godit aeroplan mbajtësi Abraham Lincoln. është me madhja në Amerikë. Dhe u detyrua iku. Bishti në shalë edhe. Në këtë rast, ju si mendoni, do shkohet drejt një marrëveshje që do t'jap fund luftës, apo do të kemi një fitues dhe një të mundur në këtë luftë? Vetëm me marrëveshje, s'ka fitues aty. Zoti Islami, të zpresim pak në terrenin politik shqiptar, ku përplasjet në radhët e Partisë Socialiste kanë filluar tashmë të dalin hapur, ku edhe sot Elisa Spiropali ka goditur në mënyrë indirekte Edi Ramën, duke akuzuar atë për mënyrën e qeverisjes, por edhe mënyrën se si funksionon kuvendi. Në këtë rast, a shikoni një shkëndi nga ana Elisa Spiropalit se mund godas hapur në ditët në vijim Edi Ramën? S'ka këllqe që të godas kokën e mafjës, kokën e grupit kriminal. Nuk ka këllqe. Një femër sa do trime që tjetë, sa do javë që tjetë, ata janë shumë, ajo është vetëm. Nuk bëhet ashtu lufta në politikë. Lufta në politikë bëhet qëse ajo është trimëres dhe si që pretendojnë që delë, që jam e kundërvijem, thot, dhe dalë, mos flasë me kode, se folja me kode është që të hyjnë në marrëveshje. Ndërsa folja hapur para publikut shqiptar, do të dalë dhe thot, por të vëllezër shqiptar, neve po na qeveris një qifut i importuar nga shtetet nga Izraeli dhe po qeveris në emër të kryeministit shqiptar. Pra, kryeministi shqiptar nuk është vetja, se s'per vetë ai gdhë, nuk s'ka truaj që të bëjë të drejtoj ekonominë dhe të bëjë këto gjëra që bën. Ai është Mugardi. Edhe ka atë dhe komandon ai qifuti dhe ai bën këto veprime që e ka mësuar që ai tha merr kadastrën, merre në varësinë tënde dhe duke marrë kadastrën, se ky është problem shumë i madh, problem që mund të na çojë në luftë civile. Mbajini mend se po them. Është një problem që mund të na çojë në luftë civile. Dhe kam këto raste. Në Gjinar të Elbasanit është ndërtuar një fabrikë uji atje nga sa bandit atje në Elbasan. Dhe të zotëve të tokës të thonë është tokë shtetërore, kjo e ka kthyer nga që ata kanë dokumentat që është tokë private, kanë dokumentat të padiskutueshme dhe kanë dalë tani u thonë jo është tokë shtetërore kjo. Pse? Se kanë bërë ndryshimin e kadastrit. Ndryshimin e kadastrit bën vetëm agentët e Edi Ramës dhe të qifutit që kanë zyrë. Se ai qifuti nuk del, po vë këtë.
palloshin to dhe dele i merr Kyprin për të tëra, duke menduar që një ditë nuk do jap llogari. Do japësh llogari o Edi Rama për këto vjet që bën shqiptarëve. Ti je i sigurt që do japësh llogari. Se këtë gjë po bën në Tepelen ti me ujë të ftohtë, këtë gjë po bën në Borsh me ta shkruajturin pronë të komunitetit fetar që është ajo, këtë gjë po bën gjithandej me pronat e shqiptarëve, po ndryshon hartat kadastrale të Shqipërisë. Se këto nuk të shkojnë më. E po e fut Shqipërinë në luftë civile, po vjet pronat. Si erë del ti dhe tua, unë për ujën e ftohtë të Tepelenës kam gen planin, kam vendimin e Këshillit Bashkiak, kam vendimin e Komisionit Kthimit Pronave, kam certifikatën e pronësisë nga hipoteka, del firma që ka interes atje dhe thot, jo, thot, është pronë shtetërore. Ure të them, këto, a janë dokumenta shtetërore të? Jo, po i ke merë, shko tek një studio specializuar ti, që ta vërtetosh, do me thënë, shko vërtetoj që je ti. Shko vërtetoj për vetë thënë dhe që je ti. Kjo gjë po bëhet. Dhe pse bën këtë? Se kam mbështetit e palloshti. Prandaj se po e çon popullin në luftë civile këtu, se njëri nuk ja lë, nuk ja falën. Ore, aq më tepër që të paktën këta të ujë të ftohtë Tepelen e kanë në tokën e babës së trashëguar. Jo ka thyer Komisioni Kthimit Pronave. Ku po i çon mushka këta? Mendojnë se do ta falin, do ta lënë tokën ata, jo se lën tokën. Mund të pushojnë për i farë kohë, por pronën nuk ta lën. Pra, të hiqet ky qiputi, të largohet ky qiputi nga kryeministria, të unë bëj thirrje ata katran me boj deputet që kemi në atë të ashtu quajtur parlament. Thirrini mendjes more edhe ktheuni në Shqipëri, more ma vri me boj. Ktheuni more në Shqipëri se po bëni vllavrasës, more, po bëni atë që bëri Enver Hoxha në 43, në 44. Ktheuni more se po vrisi shqiptar për 1 metër tokë. Ktheuni more se Rjolli nuk është i Sali Berisës edhe i ati si e ka i Bashkimulës. Jo zotëri, Rjolli është i Shkodranëve. Është atyri që janë atje. Dhe ata e kanë treguar që po vazhduan kështu, ata do shkojnë drejt luftës. Këtë kërkon Edi Rama, këtë kërkon, me siguri këtë kërkon. Me siguri këtë kërkon, të dy, dhe Saliu dhe ai. Çoni dilin i zot populli shqiptar. Në një miq ju amerikanët dilin i zot populli se po e vilet prona. Po detyrohet shqiptari tiki nga Shqipëria që pronat të marrë Edi Rama dhe gjithë këta gangsterët e tjerë. Çoni na dilin në mbrojtje, se nëse pasesë, po të ngrihet populli nuk keni ç'bëni më as ju. Zoti Islami, a mendoni se Elisa Spiropali mund ta vendosë Edi Ramën ato kushte ashtu siç e vendosi Belinda Balluku, duke u mbrojtur edhe pas imunitetit në kuvend? Nuk ka që bënë Elisa, edhe sa që bëri Belinda ai do t'i bëjë dhe ajo, s'kan që bëjnë atje. Nuk kanë që bëjnë se i ka letrat ai në dorë tëra. E ka ai drejtësi, se vemi nga vemi dhe do vemi të drejtësia pastaj, si që gjikoni, që gjendimi. Po të kishte drejtësi, edhe Belinda Balluku do kishte vajtur pas sekurave, edhe i pari do kishte vajtur pas sekurave Edi Rama. Drejtësia është në dorë të Edi Ramës, drejtësia është e shitur, drejtësia është e korruptuar, drejtësia është pa drejtësi, dhe që të kemi drejtësi, po e them ta dëgjojnë shqiptarët. Nëse duan shqiptarët që të ketë drejtësi dhe të ketë reformë drejtësi të mirë për të bërë drejtësi, duhet bërë kjo gjë që po them unë tani. Të bëhet me ligj. Cili do gjyqtar ose trup gjykuse, cili do prokuror dhe avokat. Po avokatët s'kanë punë këtë punë, po gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe që marrin vendime në kundërshtim me ligjin, prokurorët që bëjnë ndjekje penale në kundërshtim me ligjin dhe gjyqtarët që marrin vendime në kundërshtim me ligjin, të paguajnë materialisht dhe penalisht kur shkeli ligjin. Pra, kur gjykata e apelit nxjerr të pavlefshëm një vendim të gjykatës parë, gjyqtarët e shkallës parë duhet të gjithë që kanë dhënë atë vendim të gabuar të shkojnë në burg dhe të paguajnë dhe para dëmet e shtetit. Edhe të qytetari. Ndryshe nuk ka drejtësi. Zoti Islami, Erion Braçe ka veçpallur kandidaturën e tij për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet vendore që do të mbahen vitin e ardhshëm. Në këtë rast, si shikoni figurën e Erion Braçes dhe a është ai personi që mund të rrëzojë Edi Ramën nga Partia Socialiste?
Absolutisht jo. Edi Rama dëgjoj. Ma keni bërë disa herë këtë pyetje. Edi Rama do ta rrëzojnë nga Partia Socialiste e vetëm Iluminati, se ata e kanë vënë. Se rrëzon do t'jeri Shqipëri Edi Ramën. Harrojeni. Në Shqipëri nuk e rrëzojnë për arsye sepse Iluminati ka bërë dhe i bashkoi komunistët me njëri tjetrin. Ore tale se po ngri mujë në Havan. Amerika zotri i mori mbështeti komunistët 145 që morën pushtetin, hoqi ambasadën nga Shqipëria, i thanë verit bën çfarë të duash, dhe sot e kësaj dite komunistët shqiptarë i mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë amerikanët që i mbrojnë komunistët sot të pushtet. Janë amerikanët që i mbështesin në vjedhjen dhe në gravitjen që u bëjnë pronave. Unë ja akuzoj drejt për drejt amerikanët. Ndryshe të më dalin këtu një nga ambasadat amerikane të më do zotëri nuk e ke drejt këtë punë dhe nuk është e vërtet. Se kam unë prova që e vërtetoj këtë që them. Zot Islami, si e shikoni ecurin e qeverisës së kryeministit Edi Rama tani e tutje dhe sa gjasa ka që ajo të vijojë të jetë në pushtet aq më tepër kur vitin e ardhshëm në 2027 do të bëhet edhe samiti i NATO-s në Tiranë. Nuk e di që kanë vendosur ata të zotërinjtë e Iluminatit. Se Edi Ramën e kanë e bajnë ata në pushtet dhe e punë ata në pushtet, se burohu. Janë ata që kanë vënë pushtet, janë ata që komandojnë, janë ata që e drejtojnë. Se dim që kanë vendosur ata, nuk më të gjykoj për atë punë. Ata gjykojnë botën, drejtojnë botën, jo më Shqipërisë bëhet fjalë fare. Ju si mendoni, në vitin 2027, vetë Donald Trump do ta vizitoj Tiranën pra Shqipërinë pra për të qenë i pranishëm për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si anëtare e NATO-s në samitin që do të mbahet në Tiranë? Nëse do jetë president. Nëse do jetë president deri atëherë. Sepse gjasat janë që ai të shkarkohet si president ai J.D. Vance, si quhet ai. Në këtë rast, a mendoni se Trumpi mund ta kapërdi ashtu siç ndodhi dhe në bordin e paqes gjithçka që ka thënë Edi Rama për të dhe vitin e ardhshëm të vizitojë Shqipërinë? Ai të ka thoshë emrin shqip atij bordit unë, po s'po e them për edukat. Ai është një fluks kësa puni që talli me nderën e ai Trumpi me të tjerët. Dhe nuk na hyn punë fare se ç'bën me atë është punë e tij, ai bordi i paqes në cilin bën pjesë dhe krye kriminali Benjamin Netanyahu. Edhe palloshi ynë. Po thashë një tjetër, nëse do jetë president e Tira, ai Donald Trumpi për arsyeën e thjeshtë fare sepse ai ka kohë që po thirret dhe po jep llogari në Senatin Amerikan për këtë luftë të pajustifikuar që shpalli dhe që ka filluar dhe që po shkatërron ekonominë amerikane dhe po i bën dëme të mëdha dhe ushtrisë amerikane dhe armatimit amerikan. Dhe mendoj që deri në nëndor me votimet që do bëhen për zgjedhjen e Kongresit, kongresmenëve dhe të Senatit sa do bëjnë, do ta humbasi shumicën, do ta humbasi ka humbur që tani shumicën Donald Trumpi. Nuk e shoh më president Donald Trumpi. Zot Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Dhe kërkoj dhe ndjes që ngrë nga i qikëzërin, që në fakt duhet ullëras. Në fakt duhet ullëras e të përtas. Po nuk e kam atë mundësi që fjalla ime të dëgjohet atje ku duhet, edhe ngrë zërin. Po të drejt kam për ato që them. Ndaj e kam ftuar dhe palloshin, po është burr, se më ftojnë mua atje kur të vejte Fevziu, jem dhe unë atje përballë me gazetarët. Edhe shifni si dalim. Mbajni mend, ai s'ka për ta bërë kurza, nëse nuk është burra që të bëj debat, sa e se një debatin. Ai di të pusho ty edhe a kaq edhe se di unë. Ai se një debatin, ai se një llogaridhënien, ai është mësuar si Enveri, një të njëjtën si Enveri, ashtu keveris. Do bëhet kështu se po su bë kështu ike u qërove. Dhe ashtu ka qeverisur deri tani. Ai nuk ka as demokraci në parti, as drejta liri fjale në parti, e ka vetëm diktat. Me këtë e ka kullandërsur punën.
Të faleminderit Bardhi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.